Qysh matematika mundet me ta ndru perspektiven që e ki për trading. Ti në trading kish shpërndarje të rastishme, do me thonë nuk e din trade i arshëm a ka me kon fitu sa ka me kon humc. I bjen që strategjia që e përdor mundet me kon shumë e fuqishme, ama trade i arshëm më kon humc. Ama ti kur e kishit pas siguri qysh bën të ardhën api trading, as po i bjen pak si bastore, a? Nëse strategjia jote është pozitive, tu e mot win rate edhe risk to reward, me një numër të madh trade-ave, rezultati statistikor anon pi fitimit. Edhe pse mundesh me pas një renditje si 5 humbje 5 fitore, 3 humbje 1 fitore, 5 humbje 6 fitore, tash qysh mundesh me gjetë siguri në qëtë pas siguri. Koncepti i Monte Carlo Simulation i merr keq këto probabilitete edhe i simulon me mira renditje të ndryshme të trade-ave tu, që prap kanë me qenë në rezultat që strategjia jote e bjen. Mirë po që ky sen, ty t'ja përgjigje për shumë pyetje, si për shembull, cila është humbja më e madhe që muna me pas? Sa humbje rresht muna me pas? Sa muj me prit profit? A është e mundshme që shkatroj këtë accountin edhe sa është stabile strategjia jam? Imagjino sa më e lehtë të bëhet trading kur i ki çto përgjigje. Edhe krejt mundet me t'i kry ChatGPT-ja.